Vlorën e ka vizituar ditën e sotme Andrew Higgins, shef I zyrës për Evropën lindore dhe qendrore në The New York Times, I cili ndodhet në Shqipëri për të ndjekur nga afër zhvillimet e fundit dhe protestat që lidhen me projektin e parashikuar në zonën e Zvërnecit. Andrew Higgins mbulon çështje ndërkombëtare, kryesisht në Evropën lindore, Rusi, Ukrainë, Ballkan dhe zhvillime politike rajonale. Si ju duket Vlora si destinacion turistik? Është fantastike. Ka plazhe të shkëlqyera, gjë më mirë është se plazhet janë me rër, jo me gur, gjë që është gjithmonë më mirë sipas mendimit tim. Por është vizita ime e parë këtu në Vlorë, kështu që nuk e di sa shumë ka ndryshuar realisht. Kam qenë në Shqipëri shumë vite më parë, 3 dekada më parë. Dhe çfarë mendoni për investimin që do të vijë në Zvërnec? Nuk është se kam ndonjë mendim të veçantë për investimin. A ishi në Zvërnec? Po isha, e vizitova. Ju pëlqeu? Po më pëlqeu, por varet çfarë do të bëjnë me të. Është shumë I bukur. Varet se si do të menaxhohet investimi. Nuk jam kundër tij në parim, por nuk është puna ime të kundërshtoj investimet. Thjesht nga kurioziteti, si ka mundësi që një çështje kaq lokale, siç është investimi I Trump këtu në Shqipëri, bëhet befas lajm botëror? Kjo është një pyetje shumë e mirë. Dua të them ka shumë akuza shumë të rënda në internet, kështu që njerëzit I shohin ato dhe mendojnë. E dini, disa njerëz mendojnë se Zvërneci dhe Shqipëria janë në luftë civile, gjë që padyshim nuk është e vërtetë. A është politika amerikane që po ndikon këtu? Nuk mendoj se është politika amerikane, mendoj se qytetarë amerikanë që kanë interesa publike po e shohin Shqipërinë si vend ku mund t'i shprehin ato interesa. Dhe çfarë mendoni për turizmin në Shqipëri? Unë kam qenë këtu 30 vite më parë dhe ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë që atëherë, kryesisht për mirë. Kur kam qenë këtu për herë të parë, rrugët ishin të tmerrshme, kam qenë në veri në Kukës atëherë dhe rrugët ishin plot me bandit dhe shumë të rrezikshme, ndërsa tani ka një rrugë shumë të mirë. Pra po, gjërat janë përmirësuar shumë. Dhe tani, qëllimi I vizitës suaj këtu është turizmi apo diçka tjetër? Jo, nuk është turizëm, jam këtu për të parë, isha në Tiranë për protestat dhe doja të shija Zvërnecin dhe Sazanin. Pra, ju jeni një autor dhe gazetar shumë I njohur I New York Times. Si ka mundësi që ju kanë dërguar pikërisht këtu? Pse? Unë udhtoj gjatë gjithë kohës, unë mbuloj të gjithë rajonin, jam gjatë gjithë kohës në lëvizje, javën e kaluar isha në Lituani, javën para saj isha në Estoni dhe javën tjetër do të shkoj në Serbi. Pra nuk është ndonjë gjë veçantë realisht që vi në Shqipëri. Disa fjalë të fundit për turizmin shqiptar dhe një mesazh për popullin shqiptar. Jo, nuk ka mesazh për popullin shqiptar, u takon atyre të vendosin të ardhmen e tyre, por për turizmin do ta rekomandoja Shqipërinë. Nuk është vetëm vend I bukur në këtë rajon, por është shumë I lirë se për shembull Kroacia apo Greqia. A do të shohim një artikull për vizitën tuaj këtu? Po, shpresoj që po. Gjatë karrierës së tij ai ka publikuar artikuj për ndikimin rus, luftën në Ukrainë, zhvillimet në Rumani dhe Ungari, ndërsa një prej shkrimeve të tij të njohura është edhe ai për ushtrinë e trollëve ruse, ku ai ishte një nga anëtarët e ekipit të gazetarëve që fituan çmimin prestigjos Pulitzer për raportim ndërkombëtar. Në këtë vizitë Higgins u shoqërua drejt Zvërnecit dhe Sazanit nga kryetari I shoqatës operatorëve turistik të Jugut, zoti Vasil Bedinaj, I cili duke përfituar nga rasti e njohur nga afër me potencialin turistik të gjirit të Vlorës dhe gjithë turizmit të Jugut. Zhvillimi pozitiv që po shohim është që kemi interesim jashtëzakonisht të lartë. Për mua ishte kënaqësi që të kem një gazetar të New York Timesit, edhe është një nga më të mëdhenjtë I mbulon Europën. Bëm një vizitë në Sazan, pati shumë pyetje, shumë dhe u përpoqim të jepnim përgjigjet e duhura. Ajo që na intereson sa më shumë është që të promovohet ky vend dhe është kënaqësi për ne që
ka interes. Deri para disa vitesh nuk pyeste njëri se çfarë bëjnë në Shqipëri, por mediat ndërkombëtare po shohin diçka interesante këtu në këtë vend. Ajo që bëjmë ne është ta promovojmë. Pra e gjithë kjo histori përfundon te gjëja që kemi arritur diku që është ky interesim kaq i lartë nga gjithë këto mediat ndërkombëtare. Pra New York Times shpresoj që të shkruaj ato që pa këtu për Vlorën, një destinacion fantastik, me plazhe të bukura, me hotelet se ka 2 ditë që po është akomoduar në Vlorë, po përpiqemi t'i tregojmë gjitha vendet e bukura dhe ajo është detyra jon, të promovojmë qytetin ton. Ndihemi mirë, realisht ndihemi mirë për interesimin që këta kanë. Pra, që të ketë interesim New York Times apo Washington Post apo mediat e tjera, do thotë që ne kemi arritur diku dhe jemi vend që mund të investosh. Vizita e gazetarit të New York Timesit tregon se Shqipëria tashme ka kaluar fazën e anonimitetit në fushën e turizmit dhe kurioziteti për të sa vjen dështohet si për investitorët ashtu dhe për publikun e gjerë.